Eksperta cilët merren me rrjetet sociale kuptojnë shumë mirë që me kaq milion banor sa na jemi, nuk mundesh me i marr 4-5 milion për 2 ditë. Kështu që unë mendoj që ngritja e saj ka qenë e shpejt duke marrë parasysh me karrierën që tash po e ka. Mirë po, për talentën e saj normalisht nuk kemi çka e diskutojmë. Nëse flasim për këto yjet e TikTokut që janë malsorja, rasime, disa të tjerë, se kanë probleme i përmend me emra, Dilara ata tash të kërkojnë pare për marrë një intervistë. E kom thonë edhe kudo që kam shku edhe kom marrë kritika për këtë pjesë, po unë vetë jo mballafaqu. Do me thënë sa nuk t'ka njoftë askush, ti ke qëndru në dyert të televizioneve për më të marrë. Jo që nas të kemi përkra, po është dash me dit një filtr se pse meriton me uftuti si personazh. Momentin që ata bëhen yje, kur na kemi dëshirë me i thirë, se kemi çka flasim për ta, ata të kërkojnë lek për marrë një intervista, kështu që sa është korrekte për ty kjo? Sigurisht që jo, kur nuk kërkojnë ndoshta yje që janë me vitën skenë, është këto e kam marrën. Konkurrencë e fort u bo, po më duke TikToku me showbiz edhe me estradë, kështu në përgjithësi. Dionis, kjo pjesa që edhe përmendëm me Albinën që disa njerëz dhezin ose për 5 minuta dhe në fund munden edhe me prish imazhin e vetë. A e ke mendu ndonjëherë këto se çysh mundet me të prit ty e ardhmja në këtë rast? A e ke mendu që ndoshta mundet me qenë edhe